Dy janë perspektivat e shkencës moderne sot. E para është zgjatja e jetës dhe e dyta ngjallja e njeriut. Pra që njeriu në aspektin fizik mos vdes. Këto janë po harxhohen miliarda sot për t'i arritur këto. Dexhalli do ta shfrytëzojë këtë kohë. Ne nuk po themi që teknologjia dhe armja duhet të jetë sa më e ndritur. Telefoni për shembull ne e patëm një pyetje. Është edhe i mirë dhe i keq, varet si e përdor ti atë. Dexhalli do të harrijë që ta ngjallë njeriu kur ka vdek. Rasti është ky entel. Do shkojë ky djalë i ri ballë për ballë. Dhe gjithë njerëzit e kanë besuar dhe ky kur e kundërshton, njerëzit duan ta vrasin, pastaj thonë jo, Zoti jon ka thënë që mos vrisni asnjëri pa marrë lejen time. Dhe del vet. Dhe i thot, pse më kundërshton mua dhe thu nuk jam Zot? Se i thot pejgamberi alayhis salam na ka treguar që ti je Dexhalli antikrishti. Ti si je i saj, ti do të hiqesh si Mesiaj, po ti nuk je ai. Dhe ai i thot gjithë njerëzve kjo mund bëhet edhe nëpërmjet medias. Sot gjithë janë live. Dhe do i thot njerëzve, a besoni mu nëse unë e vdes të njëri dhe e ngjall prap? Dhe pejgamberi alayhis salam tregon që ky e bën këtë gjë, reale. Jo me magji dhe me xhindot e me këto, thjesht sepse ka arrit nivelin e shkencës në këtë mënyrë. Dhe Zoti do t'ja lejë këto fuqi për t'i sprovuar njerëzit e këqij. Se musliman dhe muslimanat e ndershme e dinë që ai është Dexhalli. Dhe janë të qartë për të besuar krijuesin e madh të gjithësisë, që si shtam vetëm aktualisht ka kriju 8 miliard njerëz. Dexhalli s'ka kriju asgjë. I madhi Zoti e filloi krijimin dhe ai do ta bëjë fundin. Dhe do arrijë deri në këto përmasa. Kur të arrijë në tel deri në këto përmasa, njerëzit do ta besojnë masivisht. Ai do të jetë një sprovë e madhe për tokën. Kur e kanë pyet dhe e pyetshin se si do të jetë, pejgamberi sikur i tregonte kohën që ne po jetojmë. Brenda ditës do të lëvizin gjithë tokën, sot me avion pra. Atëherë ka qenë pa konceptueshme. Atëherë kishte vetëm kafshë të shpejta. Kaq ishte maksimumi dhe një udhtim donte një muaj. I ka thonë brenda ditës do të lëvizin gjithë tokën. Atje ku nuk bën shi, do t'i mundsojnë në mënyrë artificiale të sjellë shiun. Ka thonë që mundësitë e tij janë nga më të ndryshmet. Fuqia e tij është e madhe. Jeta në atë kohë do të jetë shumë e zhvilluar. Dhe i dite kanë qenë duke i treguar për Dexhallin, njerëzit shokët e vet janë shtangë se ishte një avancim aq i madh mendimi, sa ato po e besojnë vetëm se o pejgamberi se kishin për t'i thonë kjo është menduri. Po ja shpjegonte entel aq fuqishëm, aq bukur dhe aq drejt për drejt sa ato sikur u trembën dhe ju duk sikur Dexhalli është diku afër. Tha mos u tremni, se të vinte Dexhalli dhe unë jam i gjallë, jam unë garant për ju. Nëse unë iki dhe ai vjen, duhet i dali gjithë secili Zot vetes tij. Kur i pa njerëzit që se imagjino pejgamberi alayhis salam, motra edhe vëllezërt nderuam të kishte shpjeguar për shembull celularin në atë kohë. Ose të kishte shpjeguar një kozmike drejt për drejt. S'do e besojë si profet. Ai kur i ka thënë që brenda ditës do të lëvizim gjithë botën dhe do të arrijë që të ngjallë atë që ka vdek, siç është perspektiva shkencës, ai di pse e kanë besuar entel. Imagjino tani 1450 vjet përpara në Arabi, në shkretir, ku uji ishte gjë e madhe dhe ai që vdiste s'kishte lidhje, ai ikte botën tjetër, këtë e kanë besuar vetëm se e dishin që o pejgamber. A di çfarë ka thonë një gjë? Ka thonë o vëllezërit e mi. Me thonë drejtën nuk do të vazhdoj t'ju tregoj më për Dexhallin. Sepse nuk do më besoni dhe nuk keni faj se ju nuk keni mundësi ta logjikoni. Se imagjino dhe një kohën që po jetojmë ne, dhe ai të thoshte që me një celular ti ke mundësi në gjithë botën të marrësh vesh ç'a ndodh. Dhe të thoshte zhvillimet e sotme të kompjuterit, të teknologjisë dhe gjërat që po ndodhin. Më falen tel si t'ja shpjegonte këto. Dhe ai ka dhënë disa nivele të zhvillimit të botës, siç është perspektiva për ta bërë njeriu nga ana fizike, që ai mos ketë probleme me vdekjen drejt për drejt. Pra zemrat tjetër artificiale dhe njeriu android që ne folëm, dhe ai ka folë gjërat kryesore. Antikrishti është dhënë fen kristiane. Pritet, pra ai do të bëjë si Mesia, si Isai, dhe ka të njëjtën agjenci ai, si thot Zoti i dhash mundësi të ngjallit të vdekurit, dhe ai ka synim ta bëjë këtë gjë. Dhe ai do ta shfrytëzojë në atë kohë botën për ta drejtuar dhe për të bërë sikur është Zoti. Pejgamberi alayhis salam ka shpjeguar entel që në kohën që ai e merr dominancën e shumicës botës, jo gjithë. Dexhalli do të jetë ndaluar vetëm 2 vende në tokë, tjerat pastaj do të ketë në sundim. Një është Mekka e shenjtë dhe e dyta Medinja e profetit. Është shumë interesant një rast ka thënë do vi Dexhalli deri afër Medinës. Dhe do thotë, në kohën që e ka transmetuar pejgamberi këtë, Medinja ka qenë gjëja më e thjeshtë xhamia sa atëherë i ndërtojshin me deg pemësh.
Binte shiu, binte mbrenda. Ka thonë, kur të vite gjalli, do afrohet afër me Medinën dhe nuk hy, dhe do thotë, a e shikoni atë ndërtesë të bardhë, sot Medinja është mermer i bardhë e gjitha. Fiks. Do thotë, a e shikoni atë ndërtesë të madhe të bardhë, atëherë ka qenë e vogël dhe me dek pemësh. A e shikoni atë ndërtesë të madhe, a është ndërtesa e Ahmedit. Nuk thotë pejgamberi kështu, se thotë, a është ndërtesa e Ahmedit, unë aty nuk hy dot. Dhe sot kush ka shkuar në Medinë, xhamia e madhe e pejgamberit është e bardhë, minaret janë të bardha me mermer. Të merr syt kur e shef nga larg. Në Mekë dhe në Medinë nuk i jepet shansi me hy. Dhe në kohën që merr dominancën entel të shumicës tokës dhe njerëzit po sprovohen, Allahu madhnushëm zbreti saj nga qielli. Po ta shohësh Biblën dhe ta pyesësh i kristian, thotë në fundin e kohës do zbresi Jezusi. Çdo kristian e din këtë. Pejgamberi ka treguar që i madhi Zoti qofshim ati fal. Ne tham një ditë tek Zoti yt, sa 1000 vjet ke ju. Einsteini në teorinë e relativitetit tregon për rrjedhjet kohore të ndryshme. Shkencërisht në teorinë e relativitetit është nëse një mjet udhton me shpejtësinë e dritës, koha ndalon. Këto janë shkencore. Dhe Zoti i gjithësisë e zbreti sajin Jezusin alayhis salam. Për një qëllim. Se Zoti e don tokën, i don njerëzit e vet. Dhe e zbret për dy arsye themelore. Ka tregu se ku zbret dhe në çfarë kohë zbret. Tani ky sa i bukur që folëm ne, do vi po i bukur ashtu siç ishte. Thoto entel, flokët e tij do të jenë gjata deri ke supet dhe përsëri kur flokët e tij ka lyer me vajrat më të mirë, ato ngjan një bukuri e rrallë. Isa alayhis salam kur zbret nëpërmjet e engjëve. Do zbresi në një xhami që është treguar edhe me vend se ku është, në atë kohë kur zbret është duke u fal namazin sabahut në atë xhami. Zbret në mëngjesin e hershëm. Në kohën që hyn në xhami, muezini po thret ikametin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ikametin për të fal namazi dhe imagjinojeni për çastin, po e bëjmë tani film për Hollywoodin, që hapen dyert edhe çat shikosh. Lum për ato që janë në atë sabah aty, shohin pejgamberin e madh, Isa alayhis salam, atë që e krijoi madhi Zot pa baba, atë që i ngjati të vdekurit dhe i shëronte të verbrit, atë që për kulturë, për morale, për dashurie, për fisnikërie, për mençurie, për urtësi s'ka të dytë. Dhe imagjino çfarë fati për ato që do jenë aty kur e shohin pejgamberin e Zotit që po vjen. Nuk i ndahet entel Abdu, nuk i ndahet këtij pejgamberi modestia. Është, domethënë ka njerëz që bëjnë si modest, po pejgamberët e kanë pas bio të natyrshme. Besimin ke Zoti dhe moralin e kanë pas bio, pra atyre nuk i vinte me sforcim. Atyre ishte bërë jetë, ishte përzi me gjakun dhe me zemrën dhe me shpirtin. Dhe Isai, kur e shikojnë Isain alayhis salam dhe e njohin, a ka imam që futet dom namaz? Pra hapen rrjeshtat, futu o i bekumi Allahut, se si mund kushdo me qenë imam aty vjen turp. Dhe i hapen rrjeshtat dhe i thuhet mirë se erdhe pejgamberi Zot, futu pra fal namazin. Dhe ai nuk e pranon. Thot, ky ikamet është thirr për imamin. Edhe del e fal njëri namazin. Namazin e sabahut, namazin e bekum, inne Kur'an el fajri kana mashhuda, ka thënë Kurani. Namazin e sabahut e dëshmon vetë Zoti i gjithësisë. Thot, mbasi mbaron namazi i sabahut, pejgamberi i Zotit merr situatën në kontroll. Thot, lëviz imami dhe ulet atje në krye. Tani këtu perceptimi i kësaj jo entel është që pejgamberi këtu ka folë për median. Në çfarë kuptimi? Thot, në kohën që pejgamberi i Zotit Isa i ulet ke vendi ku fali namazin imami, Dexhalli thot e shikon dhe fillon shkrihet. Si e shikon? Ato janë shumë larg, e shikon pra se çdo gjë atëherë është live. Po mundohem ta perceptoj me kohën tonë, përse çfarë na pret ardhmë mund të ketë gjëra të jashtëzakonshme që dalin dhe do kuptohen dhe më mirë këto që po flasim ne. Ndoshta ne po e përkufizojmë shumë e më ngjajmë qesharak në krahasim me atë që pritet vi. Por gjithsesi, se teshat zjaten pak ke kjo dhe do ta mbyll, është që pejgamberi i madh i Zotit Isa alayhis salam merr situatën në kontroll. Ai ka ardhur për dy gjëra të mëdha për të kryer ciklin e dytë të jetës për të vdekur pastaj për të shkuar ke Allahu mëllnushëm. Dy janë zhdukja e Dexhallit dhe adhurimin tokë, vetëm një Zot dhe s'ka tjetër të dytë, sepse ai sikur e mbart një amanet që njerëzit kanë gabuar në raport me atë
dhe sikur ai don patjetër të vendosë qëllimin e madh për cilin ja është krijuar çdo njeri, që ta adhurohet Zoti një dhe një vetëm. Dhe në kohën që Dexhalli vdes dhe largohet dhe shkrihet mbasi vjen Isai, e gjithë bota nuk pranon tjetër ai, vetë se e gjithë bota ta adhurojë Zotin e gjithësisë një dhe një vetëm, dhe ka thënë pejgamberi, aq paqe, aq mirësi dhe aq mirë do të bëhet në atë kohë, sa një besimtar që bën një sejdë është më e mirë se gjithë bota dhe çkamte. Do të vinte profeti Isa si shpëtim për tokën e